Të gjitha falenderimet janë vetëm për Allahun, krijuesin e gjithësisë, Allahun e gjithë pushtetshëm, atë e falenderojmë, ndihmë dhe falje për Allahun Azza wa Jall kërkojmë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbar pasuesit e tyre deri në ditën e fundit. Të nderuar musliman, fillimisht duhet të di çdo musliman dhe ta kujtoj ditën kur do dali përpara Allahut Azza wa Jall dhe ti friksohet atij momenti, të përgatitet për atë ditë. Allahu Azza wa Jall me mirësinë e tij është ai i cili na krijoi, na formosoi, na përsosi, na udhëzoi. Por në anën tjetër, begatia më e madhe është ardhja e mesazhit hynor islam, që na nxjerr nga errësirat në dritë. Dhe Allahu të ka dhënë një shans jetën tënde. Allahu të ka dhënë këtë shans jetën tënde deri në vdekje. Jeta është shans nëpërmjet të cilës mund ta fitosh xhenetin, mund të shpëtosh nga xhehenemi, por Allahu Azza wa Jall gjatë jetës tënde ka veçuar ditë të caktuara ku ibadeti, adhurimi është më i vlefshëm. Ne e dim që e kemi obligim gjithë jetën tonë të adhurojmë Allahun. Nuk ka ndonjë çast që ne mund të nxjerrim imanin, besimin nga zemrat tona. Gjithë jetën duhet ta kemi imanin në zemër dhe në vepra. Por Allahu Azza wa Jall me mirësinë e tij ka veçuar disa ditë, disa muaj në të cilat adhurimi, ibadeti është më i fuqishëm. Allahu Azza wa Jall me urtësinë e tij ka krijuar dhe ka dalluar dhe ka vlerësuar diçka më shumë se diçka tjetër. Allahu Azza wa Jall nga pejgamberët, nga të dërguarit, e ka zgjedhur më të mirin, Muhammedin alayhi salatu wassalam. E ka zgjedhur pejgamberin tonë të dashur në mesin e pejgamberëve, më të mirin. Dhe prej pejgamberëve, të gjithë pejgamberëve, Allahu Azza wa Jall i ka zgjedhur 5, pra ulul azmi. Allahu Azza wa Jall nga melajket e ka zgjedhur kryengjëllin, engjëllin më të lartësuar, pra Xhibrilin. Allahu Azza wa Jall nga gjithë toka e botës e ka zgjedhur ka Mekën e bekuar, ku namazi në Mekë ka vlerën e 100.000 namazeve. Pastaj e ka zgjedhur Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku vlera e namazit ka sa 1.000 namaze. Pastaj Allahu xhele xhelalu prej ditëve të javës e ka veçuar ditën e xuma, ditën që ne ndodhemi, është dita më e vlefshme se sa ditët e tjera. Ndërsa prej ditëve të agjërimit, Allahu xhele xhelalu e ka veçuar e dalluar ditën e hënë dhe ditën e enjte për agjërimin vullnetar, sepse thuhet që ngrihen veprat tek Allahu Azza wa Jall në këto ditë. Ndërsa prej librave të shenjtë, Allahu xhele xhelalu e ka dalluar Kur'anin famullar, i cili është fjalë e Allahut dhe nuk është krijuar. Allahu xhele xhelalu nga ditët e vitit i ka dalluar dhe i ka veçuar 10 ditët e Dhulhijhes, që janë para haxhit. Allahu subhanahu wa taala me urtësinë e tij nga të gjithë muajt e ka dalluar muajin që ne ndodhemi, pra muajin e Ramazanit. Allahu gjatë këtyre ditëve të Ramazanit i ka veçuar 10 netët e fundit të këtij muaji madhështor. Ku ne inshallah me lejen e Allahut do të hyjmë javës tjetër, pra duke u gdhir dita e mërkur me lejen e Zotit të gjithë pushtetshëm. Pra janë 10 netët më të arta të vitit. Janë 10 netët më të arta që Allahu xhele xhelalu i ka dhënë vlerë të madhe adhurimit.
sepse ndaj çdo gjëje Allahu i ka dhënë vlerë dhe grad. Dhe do ta dini se 10 netët më të mira janë këto. Ndërsa 10 ditët më të mira janë ato që i përmendëm pra të muajit Dhulhixhe. Këto janë 10 netë për të cilat transmetohet nga nëna e besimtarve, Aisha radiallahu anha, Zoti qoftë i kënaqur me ta, ku thot, kur hynin 10 netët e fundit, idha dakhala ashra al-awakhir ahya lejlehu. Pra të regon Aisha radiallahu anha për rëndësinë e adhurimit që i kushtonte pejgamberi jon i dashur sallallahu alaihi wasallam, ku thot, kur hynin 10 netët e fundit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e gjallëron të natën e ti, e ngjall të natën e ti, e ka gjallëruar natën me ibadet, me adhurim. Edhe pse jeta e Muhamedit alayhi salatu wassalam e gjitha ka qenë në adhurim, e gjitha ka qenë në ibadet, por ndodh që këto net pejgamberi i Zotit i kushtonte rëndësi më shumë, sepse pejgamberi i Zotit nuk ka pas natë që nuk falte namaz, por si që vjen në hadithin që përmendëm, e gjvedu ma jekunu fi Ramadan, më bujar, më preciz dhe më të shtuar dhe më të shumë dhe ka pasu pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam adhurimin ibadetin në 10 netët e fundit të Ramazanit. Ahya lejlehu, pra e kanë gjallë natën e ti. Çfarë do me thënë e kanë gjallur natën? Pra me adhurim, me ibadet, namaz, ka falur namaz më të gjatë natën, e ka shtuar fjalën subhanallah, apo Allahu Ekber, sepse edhe kjo është pjesë e ibadetit, apo fjalën la ilaha illallah, ka lexuar Kur'an më shumë, ka bërë ibadet më shumë, dhe vazhdon hadithi ku thot, uaj ka dhe ehlehu, dhe e ka zgjuar familjen e vet, e ka zgjuar, e ka ngritur familjen e tij që të bëjnë adhurim, i ka këshilluar ata që kalojnë këto net me adhurim, sepse janë netët më të vlefshme dhe më të rëndësishme të vitit, u shadda mizar, dhe është distancuar nga gratë, pra nuk është ulur me gratë gjatë këtyre netëve, pa çka se muslimani nëse kalon me gruan e tij e ka halal, ka shpërblim tek Zoti i gjithëpushtetshëm, ashtu siç e pyetën shokët e tij pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kur i than, o i dërguari i Allahut, a kemi shpërblim nëse ne flejmë me gratë tona? Ju ka thënë, po, gjithsesi keni shpërblim, ashtu sikurse do kush do të kryej haram zina e ka haram, kurse muslimani kur shkon me gruan e tij, pra ka shpërblim nga Allahu i gjithëpushtetshëm. Por ja, edhe pse është e lejuar dhe ke shpërblim, pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë rëndësi më shumë netëve të fundit të Ramazanit, sepse janë netët më të vlefshme, sepse Allahu xhelel xhelalu i ka dhënë shumë vlerë të madhe 10 netëve të Ramazanit të fundit, sepse në këto 10 netë të fundit është nata më e rëndësishme e vitit. Është nata në të cilën ka zbritur Kur'ani fisnik, Lejletul Qadr, është nata e madhe e vlerave. Shumë për dietarëve kanë përmendur se ajo mund të jetë nata 27, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve na ka shpjeguar çdo imtësi, na shpjegoi formën e namazit, na shpjegoi formën e agjërimit, formën e haxhit, nuk mbeti asnjë imtësi pa na i shpjeguar ne pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na shpjegoi për shenjat e kiametit, për shenjat e mëdha të voglat, na njoftoi për mirësitë që do të kenë muslimanët besimtarët e sinqertë në xhenetet e larta, por se nuk na njoftoi eksaktësisht se kur është nata e Kadrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka thënë se ajo është nata 27, as nata 21, as nata 23, as nata 25, as nata 29. A e dini pse? Sepse pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam tha, iltemisuha bi ashril awakhir, kërkojeni atë natën e Kadrit në 10 netët e fundit,
Pra në netët e fundit ne jemi të obliguar që ta kërkojmë natën e Kadrit dhe jo të fokusohemi vetëm tek nata 27. Ajo mund të jetë nata 27, por mund të jetë edhe nata 21 apo netët e tjera, se një gjë që është e sigurt është që ajo është natë teke. Por me urtësinë e tij, Allahu Azza wa Jall e ka lënë sirr, sekret. E gjithë kjo që besimtarët të mëshirohen dhe të marrin shpërblime më të mëdha se sa mendojnë dhe paramendojnë. Allahu Azza wa Jall është më i mëshirshëm për ne se sa ne për veten tonë. Kjo fe është më e mëshirshme për ne se sa ne për veten tonë. Prandaj në këtë natë të bekuar, ka zbritur libri fisnik që është udhërrëfysi jon. Allahu Azza wa Jall thot: "Inna anzalnahu fi lejletin mubaraka." S'ka dyshim që ne kemi zbritur atë Kur'anin, e kemi zbritur në natën e bekuar, në natën e bereqetshme. Dhe kjo është veçoria më e madhe që ka nata e Kadrit. Allahu Azza wa Jall e quan nata e Kadrit sepse e vërtet është natë e madhe, është natë madhështore. A doni të dini se cila është nata më e madhe për muslimanët? Ajo është vetëm një natë, ndërsa gjithë to netët e tjera që pretendojnë muslimanët nuk mund të krahasohen dhe nuk ka natë më të mirë dhe më të vlefshme sepse nata e Kadrit. Netët e tjera që pretendohet, ibadeti që bëhet në to është njësoj si në ditët e tjera, ndërsa nata e Kadrit e ka veçorinë më të madhe, më të lartë, sepse Allahu gjithëpushtetshëm tha: "Khairun min alfi shahr", më e mirë se sa 1000 muaj, më e vlefshme se sa 1000 muaj. Pra adhurimi që bëhet natë ka vlerë si adhurimi që do ta kryeje për 1000 muaj. 1000 muaj, subhanallah. Dhe kjo është natë që Allahu Teala, siç thamë, i ka dhënë vlerë më të madhe. 1000 muaj llogaritet gati 83 vjet, 83 vjet e disa muaj. Pra po thuaj se një jetë e tërë. Sa mund të jetojë njeriu në jetën e kësaj bote? Ja mund të shkojë dhe 100 vjeç. 105, Allahu e din më së miri. Por 83 ka shumë njerëz që ndrojnë jetë. Pra dhe është po thuaj se një jetë e plot. Adhurimi që kryhet vetëm në këtë natë shpërblet tek i gjithëpushtetshmi, sikur do kishe bërë adhurim pra gjatë gjithë jetës tënde, pa 83 vjet dhe disa muaj. Pra kjo është mirësia më e madhe e kësaj nate madhështore, të nderuar vëllezër dhe motra, ku unë e lut Allahun dhe shpresoj që ne t'ja arrijmë kësaj nate. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa yanfa'ani Allahu li wa iyyakum mimma fihi min ayat wa dhikrin hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Të gjitha falenderimet janë vetëm për Allahun Azza wa Jall, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam. Të nderuar musliman, secili prej nesh duhet të preokupohet që ta zëri natën e Kadrit duke bërë adhurim, ibadet për Allahun Azza wa Jall, siç e përmendëm edhe më lart. Kjo natë u emërtua na Kadri që tregon për vlerën dhe pozitën e lartë që e ka kjo natë. Diçka tjetër që e bën të madhe këtë natë përveç zbritjes së Kur'anit, është se në këtë natë ndodh përcaktimi se çfarë do ndodh për gjatë gjithë vitit. Bëhet përcaktimi se çfarë do të ndodh gjatë gjithë vitit tjetër. Është një gjë tjetër se këtë natë adhurimi gjatë kësaj nate ka një pozitë të lartë. Kaderi i kësaj është i madh. Pozita është e madhe,
siç ka ardhur në hadithin e saktë që transmeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush fal namaz natën e Kadrit, duke besuar dhe shpresuar shpërblimin e Allahut, i falen gjunahet e mbarshme. Ajo është natë e bereqetshme dhe disa nga shenjat e saj janë: në mëngjes të saj dielli lind parreze, siç ka ardhur në hadith nga Ubej ibn Kab radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: në mëngjesin e natës së Kadrit dielli do të lind parreze, sikur është një pellguj derisa të ngrihet. Tjetër veçori është tanazzalu al-malaikatu bir-ruh, pra zbresin me lajket e Allahut në tokë me mirësi, bereqet, mëshirë dhe falje. Është natë e pastër nga të këqijat e ndryshme, si dhe nga lëndimet. Në të shtohet adhurimi dhe ajo natë është shpëtim nga zjarri i xhehenemit, si dhe paqe deri në mëngjes, derisa të agoj, si thot i gjithë pushtetshmi: selamun hiya hatta matla'il fajr. Pra është paqe derisa të agoj. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nata e Kadrit është natë mesatare, nuk është as natë e ftohtë as e nxehtë, dhe dielli në mëngjes lind me ngjyrë të kuqe të zbet. Në këtë natë Allahu azza wa jall i bekon të gjithë, fal të gjitha mëkatet, i pranon të gjitha lutjet, dhe se engjëjt si shtam zbresin në tokë. Ne do t'i marrim 3 këshilla, të nderuar vëllezër dhe motra, para natës së Kadrit. E para, mos lejo të hyj muaj Ramazanit, e mos ta lutësh Allahun xhele xhelalu që ta mundsoj të arrish natën e Kadrit duke u falur. E dyta, mos lejo të humb namazi i Yacis dhe i sabahut me xhamat në xhami gjatë të Ramazanit, dhe veçanërisht në 10 netësin e fundit. Dhe e treta, fal namaznate gjatë gjithë muajit, qoftë edhe pak, ndërsa shpeshtoj atë në 10 netët e fundit të Ramazanit, dhe i vendosur se mbas namazit të i kindis me shpresë të Allahut, ai do ta mundsoj që ta gjesh natën e Kadrit. Le të jetë kjo preokupimi yt, të jetë gjendja jote sikurse je duke trokitur në një derë dhe shpreson që ajo të hapet. Ka thënë në besimtarve Aisha radiallahu anha, e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: o i dërguari i Allahut, nëse unë arri natën e Kadrit, më mëso me një lutje si ta lut Allahun. Dhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: thuaj Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pra o Allah, uhim, ti je falës i madh, e don faljen, më fal mua. Pra le të jetë kjo lutja jon më e fuqishme, më e fortë në 10 netësin e fundit të Ramazanit, duke shpresuar që ne të arrim të natë begat dhe duke shpresuar që të jemi për atyre të cilët do të fshihet emri nga listat e zjarrit xhehenemit. E lusë Allahun e gjithë pushtetshëm me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij përsosura absolute, na mundsojnë të arrim këtë natë madhështore me ibadet. E lusim Allahun azza wa jall që të marrim më të mirën e mundshme nga ky muaj madhështor. E lusim Allahun azza wa jall na fal, na drejtoj, na udhëzoj për në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre të cilët Allahu xhele xhelalu kënaq me ta. E lusim Allahun ti mëshiroj të gjallët tanë, të vdekurit tanë. Wa sallallahu ala sayyidina